Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Allahun e madhruar e falenderojmë, vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Lutim Allahun e madhruar që tubimet dhe takimet tona t'i bën të bekuara, të pranuara, të dobishme dhe të frikshme për neve në këtë botë dhe në botën tjetër. Po vazhdojmë edhe sot me lejen e Allahut të manduar duke kërkuar ndihmën e tij dhe suksesin prej tij me emrat e bukur të Allahu xhallahu ala dhe ndikimin e tyre në jetën tonë të përditshme. Ju kujtohet se vazhdimisht e kemi përmendur se e tërë jeta, madje tërë bota dhe tërë kosmosi dhe çdo gjë që ka në këtë botë dhe çdo gjë që e ka emrin krijesë, çdo gjë funksionon dhe çdo gjë vepron në bazë të emrave të Allahut azza wa jall. Asgjë nuk del jashtë kësaj. Të gjitha ligjet kozmologjike, ligjet natyrore, edhe shariatike janë të ndërlidhura me emrat e bukur të Allahut xhallahu ala. Prandaj njohja e këtyre emrave i mundson njeriu ta njeh jetën, i mundson njeriu të njeh rregullat e kësaj jete. I ndihmon në shumë aspekte, sikur që i kemi përmendur në fillim të ligjëratave tona. Andaj unë shpresoj që ne këto emra të Allahu xhallahu ala, këto dobi që dalin, na ndihmojnë fillimisht ta njohim Allahun xhallahu ala. Dhe rrjedhimisht nga kjo njohje të arrijmë tek rezultatet e kërkuara, sikur që kanë arritur ata që kanë qenë para nesh, që të shtohet dashuria ndaj Allahut te bareke ve teala dhe gjithashtu pastaj, sikur që përmenda, të kemi një jetë tjetër, të jetojmë më ndryshe se ata që nuk e njohin Allahun xhallahu ala. Të jetojmë më ndryshe se ata që nuk ishin afër Allahut azza wa jall. Të jetojmë më ndryshe se ata që nuk ishin në shoqërinë dhe në adhurimin e Allahut azza wa jall. E gjitha këto i mundson njohja e drejtë e Allahut azza wa jall. Dhe Allahu xhalla xhelalu ka emra të bukur, sikur sa thot në Kur'an, fad'uhu biha, luteni dhe adhurojeni Allahun azza wa jall përmes këtyre emrave. Emri që do të flas sot për të është një emër i Allahu xhallahu ala i cili na kujton për disa realitete, shpresoj që shumë huti dhe gaflete që njerëzit bin to, ky emër me lejen e Allahu xhallahu ala ndikon që ato të thehen. Është një përkujtim dhe thirrje vazhdueshme njeriu që të mirret me atë që i përket dhe gjithashtu është një thirrje konkrete dhe praktike që njeriu ta zgjatë jetën e tij. Ne edhim se jeta jonë nuk është jetë e gjatë, në krahasim me atë që ne po e kërkojmë. Ne e kërkojmë një përjetshmëri dhe një qëndrim të përhershëm në një vend. Ndërsa jeta që e jetojmë në raport me atë që e kërkojmë është shumë e shkurtë. E veçanërisht ne e shkurtojmë më shumë edhe këtë jetë me mos shfrytëzim të duhur dhe me gjëra të domosdoshme të jetës tonë, sikurse është gjumi, ushqimi e kështu me radhë. Ajo që mbetet për të shfrytëzuar nuk është e gjatë. Pra e duhet kjo që përmes formave të caktuara të shumë fishohet dhe të rritet që të kemi mundësi të fitojmë sa më tepër. Andaj mendoj se emri i radhës që do të flasim për të, me lejen e Allahu xhallahu ala na ndihmon që jetës tonë të shtojmë edhe jetra tjera. Të shtojmë edhe një jetë gjatësi më të madhe. Normalisht në kuptim të viteve dhe ditëve jeta nuk shtohet, por në kuptim të produktivitetit dhe kualitetit ajo mund të shtohet shumë. Madje mund të bëhet e përhershme, sikur që është jeta e amshueshme, jeta e heretit. Andaj emri i radhës është emri Allahu xhallahu ala el-Warith. El-Warith është një nga emrat e Allahu xhallahu ala që është përmendur në Kur'an, sikur do ta përmendim, por para se të kaloj tek argumente dhe kuptimi i emrit në raport me Allahu xhallahu ala, dua që të përmendi do të thotë rënjën prej ku buran kjo fjalë dhe kuptimet e saj. Waritha yarithu gjun arabe, kjo folje, kjo rënjë, nga e cila pastaj vije dhe emri Allahu xhallahu ala i ka disa kuptime. Mirë po, kuptimet sillen rreth një kuptimi të përgjithshëm, e që ka të bëjë me trashëgimin. Do thotë, waritha ka trashëguar nga dikush, ka marrë atë që e ka lënë dikush. Prandaj ai që mbetet pas shkuarës së ndokujt i thojnë warithahu. Andaj për të realizuar kjo folje
dhe veprimi i kësaj folje duhet të kemi shkuarje të dikujt dhe mbetje të ndokujt tjetër. Prandaj në këtë kuptim përmendet kjo folje, që nuk kupton trashëgimin, lënien pas, lëshuarin e vendit të dikujt që ka qenë i zënë, ka shkuar tash e ka zënë dikush vendin e tij, e gjitha këto kuptime thash vijnë nga rënja e kësaj fjale. E çfarë ka lidhje ky kuptim gjuhësor me emrin e Allah xhallahu ala, do ta sqarojmë kur flasim për kuptimin e këtij emri në raport me Allahun xhallahu xhelalu. Por para se të kalojmë tek kuptimi i emrit në raport me Allahun, duhet që të përmendim argumentet që dëshmojnë se Allahu e ka këtë emër. Qase kemi thënë nuk lejohet ta emërtojmë Allahun xhallahu ala me asnjë emër, nëse ai nuk e ka emërtuar vetën e tij me të apo nuk e ka emërtuar me të Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Nga se emrat e Allah xhallahu ala janë të kufizuara në argumente. Prandaj, cilat janë ato argumente që flasin se Allah xhallahu ala e ka këtë emër. Emri i Allah xhallahu ala al-Warith ka ardhur në formën shumës në Kur'an dhe gjithashtu ka ardhur si veprim që dëshmon emrin e Allahut azza wa jall. Është përmend në shumës në 3 vende në Kur'an, sikurse do ta përmendim, dhe vetë përmendje e këtyre argumenteve deri diku në mas të madhe na ndihmon me kuptues se edhe çfarë kuptimi ka ky emër në raport me Allahun azza wa jall. Në surën El-Hijr, në ajetin 23, Allahu xhallahu ala thot: "Wa inna lanahnu nuhyi wa numitu wa nahnu al-warithun." Ne jemi ata të cilët nuhyi e japim jetën, wa numitu dhe gjithashtu u asillim vdekjen, wa nahnu al-warithun dhe ne jemi ata që jemi warith. Ardhen shumë këtu nuk kupton shumë qenje, nuk kupton Allahu xhallahu ala. Por ka në shumës për madhrim. Sikurse në shumë vende në Kur'an Allahu xhallahu ala përmend ne, por kë nuk kupton ne shumësin e qenjeve. Nuk kupton një qenje, por ka ardhur në shumës për madhrim. Sikurse e kanë tradit arabët ta përdorin në gjuhën e tyre, por edhe ne kur themi për shembull si respekt dhe nder ndaj dikujt themi ju, nuk i themi ti. Edhe pse ai ju është gjithsesi shumës, nuk është njëjës. Ju është shumës, dihet un ti ai ne ju. Është shumës në veten e dytë, por përdoret për respekt dhe për nder. Andaj edhe ardhja e këtij përemri në shumës në gjuhën arabe është për dëshmuar thash madhrimin, madhështinë dhe respektin që duhet kushtuar atij që për të po flitet. Dhe Allahu xhallahu ala thot ne jemi ata, do thot unë jam ai. Nëse nuk ka kush pas Allahut që e jep jetën dhe nuk ka kush pas Allahut xhallahu ala që e sill vdekjen. Andaj ne jemi ata që e sillim jetën dhe ne jemi ata që e sillim vdekjen dhe ne jemi ata që ju trashëgojmë juve. Që nuk kupton se ju vini në këtë botë dhe gjeni diçka nga dikush që kalon. Dhe ju dilni prej kësaj bote dhe lëni diçka për ata që vinë pas juve. E në gjitha këto që ju merrni dhe lëni është ai që i mbetet përjetësia Allahut azza wa jall. Krejt që ka në këtë botë nga ju që posedoni, madje edhe jeta juaj dhe vdekja juaj, të gjitha këto do të thotë kanë qenë të dikujt, janë marrë atij, janë dhënë juve. Dhe kjo është jeta në këtë botë. Ndërsa ajo që nuk i mirret kurrë dhe mbetet gjithmonë është Allahu xhalla xhelaluhu. Ne jemi ata që trashëgojmë tëra që ju e keni, tëra që e keni shfryzuar dhe tëra që ju e posedoni. Gjithashtu Allahu xhallahu ala thot kur përmend duan e Zakarias alayhi salam, thot Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Në surën Anbiya. O Zot, la tadharni fardan. Mos më lë fard i bie të pa trashëgim, të vetmuar, një individ, mos më lë vet. La tadharni fardan wa anta khairul warithin. Dhe ti je ai që më së miri i trashëgon gjërat. Kjo dua e Zakarias alayhi salam dhe përmendja e emrit të Allahu xhallahu ala në fund i ka disa kuptime. Pse ka përmend në kuadër të kësaj lutje këtë emër të Allahut azza wa jall?
Disa nga dietarët kanë thënë se ka thonë ti je trashëgimtari më i mirë në atë kuptim se unë po kërkoj një pasardhës timin që të më trashëgon mua, sikur se ka thonë surën Maryam, yarithuni wa yarithu min ali Yaquba. Ma jap një pasardhës i cili më trashëgon mua dhe trashëgon nga familja e Jakubit. Dhe këtu ka thënë, mos më let vetmuar dhe ti je trashëgimtari më i mirë. Disa dietar kanë lidhë me së dy lutjeve në Maryam edhe në Anbiya dhe kanë thënë se e ka përmend në fund emrin e Allahut Azza wa Jall, se ti je trashëgimtari më i mirë në atë kuptim se edhe nëse nuk më jep trashëgimtar që më trashëgon mua, unë jam i kënaqur që ti je trashëgimtari im në ato që unë e lë. Edhe pse ky koment është interesant, por disa dietarë e kanë kontestuar. Dhe ky kontestim ka qenë shumë i fuqishëm sa që e ka këtë mendim nuk e ka bërë shumë të fuqishëm. Pse e kanë kontestuar? Nga se kanë thënë nëse ky është kuptimi i kësaj duaje, që ka thonë Zakaria alayhis salam, edhe nëse nuk më jep, atëherë ti je trashëgimtari më i mirë, nuk është kjo edeb i duas. Nuk është kjo sjellje e mirë në dua. Pse? Nga se nuk është kërkesë me këmbgulje dhe bindje. Unë po kërkoj, po edhe nëse nuk më jep. Nuk duhet shumë me lut Allahun xhallahu ala, por lutet Allah më jep me bindje dhe me këmbgulje, jo nëse nuk më jep. Por kërkohet me bindje dhe me këmbgulje. Andaj ky koment ose kjo lidhje mes kërkesë dhe përmbylljes së ajetit nuk është shumë e qëndrueshme. E kuptimi i dytë që e kam përmend dietarët është mos më let të vetmuar, por edhe edhe ata që më jep ti mua pas me nga trashëgimtarët, megjithatë të gjithë jemi të kufizuar. Të gjithë kemi jetuar kohë të shkurtër dhe të caktuar dhe prap ti do të jesh ai që realisht na trashëgon të gjithë vaptën. Prandaj edhe ky është një kuptim i rëndësishëm që del nga kjo dua pse kështu ka lut Zakaria alayhis salam. Andaj na mund të trashëgohemi, na mund të lëm gjeneratave tona atë që duhet t'u alem, apo ne, pastaj ata dikujt pas veti, por fundit të gjitha punët shkojnë ka Allahu xhallahu ala. Sikurse thot Allahu xhallahu ala, ala ila Allahi tasirul umur. Andaj dijeni dhe vëni re se të gjitha punët dhe të gjitha çështjet janë duke shkuar në drejtim të Allahut azza xhall. Edhe jeta juaj, edhe koha juaj, edhe pasuria juaj, edhe mundi juaj, edhe çdo gjë që keni është duke shkuar ka Allahu xhallahu ala. Është duke shkuar në drejtim të atij pe ku kanë filluar. Prandaj Zakaria alayhis salam ka përdor këtë përfundim në lidhje me kërkesën që ja ka bërë Allahu xhallahu ala, që t'ia dëshmon Allahu xhallahu ala se edhe pse un po kërkoj trashëgimtar, nuk largohem nga ajo që jam i bindur se ti je trashëgimtari kryesor i cili trashëgon të gjitha ato që ne i lemi. Në kuptimin që e përmendim inshallah më vonë. Gjithashtu në surën Qasas në ajetin 58, Allahu xhallahu ala thot: "Wa kam ahlakna min qaryatin batirat ma'ishataha, fatilka masakinuhum lam tuskan min ba'dihim illa qalila wa kunna nahnu al-warithin." Allahu xhallahu ala në Qasas 58 thot: "Wa kam ahlakna min qaryatin", dhe sa vendbanime ne i kemi shkatruar, pasi që ata u shfrenuan në jetën e tyre, te kaluan kufit, ne i shkatruam. Lam tuskan min ba'dihim, madje disa i kemi shkatruar, shkatrim që ka pamundsuar dikush pas tyre të jetë banor në atyre vendeve. Nuk janë banuar përveç se illa qalila, përveç se pak, dhe ne i trashëguam ato çfarë ata i lanë. Andaj njerëzit kanë jetuar në kësaj bote vendbanime të caktuara, por u shfrenuan, te i kaluan kufit, keqpërdorën begatit e Allahut azza xhall, keqpërdorën mirësitë e Zotit, keqpërdorën të gjitha ato që Zoti xhallahu ala i furnizoi me të. Dhe si pasojë e këtij keqpërdorimi, apo ata u shkatruan. Edhe pse ata u mashtruan me begatit që Allahu ua dha, duke menduar se do të jenë të përhershëm, të përjetshëm. Madje edhe ato vendbanime që i kanë ndërtuar nuk do shkatrohen kurrë, do të trashëgohen gjenerat pas gjenerate. Dhe Allah xhallahu ala
i zhgënjim të madh në këtë mendim të tyre. Do të thotë u asilit të kundërt në asaj që ata kishin llogaritur. Sikur që sot për shembull njerëzit flasin për civilizimet, apo dhe thonë se shoqëria njerëzore ka kaluar në për civilizime të ndryshme, ka kaluar në për kultura të ndryshme. Dhe ky civilizim tash që kemi në këtë botë, apo ky është fundi. Nuk ka më civilizim pas këtij. Kjo është ajo që do të mbetet vazhdimisht në kujtesën njerëzore. Prandaj edhe libri Përplasja e civilizimeve, apo dhe libra që i ka shumë këtë drejtim, tentojmë me dëshmu përmes kësaj se kjo që e ka arritur sa shoqëria bashkëkohore, apo këto vlera demokratike dhe këto vlera perëndimore që ata tentojnë t'i përhapin anën mban botës, këto janë me bindje se nuk ka më civilizim që vije pas saj. Kjo është i fundit. Kanë kaluar njerëz në lloje civilizime dhe kjo është versioni i fundit i jetës njerëzore në tokë. E Allah xhallahu ala të tillë u thot ka pas para juve të ngjajshëm dhe të njëjtë që thanë kështu. Kjo që ne kemi arrit, kjo fuqi që ne kemi arrit, kjo civilizim që ne kemi arrit, këto vlera që ne kemi instaluar në shoqërinë tonë, këto janë fundi. Nuk ka mundësi kush të vijë të rënon këtu. As nuk ka mundësi kush të cënon, as nuk ka mundësi të zaventohen me tjera. Ata kështu menduan. Dhe Allah xhallahu kam min qarya. Nuk ka një, nuk e dini sa shumë këse njerëz kemi shkatruar ne. Batirat maishataha. Batar është lloj mendjemallësie. Ata u shfrenuan dhe jetuan me mendjemallësi. Sikur se jetojnë shumë njerëz me mendjemallësi, apo me një krenari të tepruar dhe të shfrenuar përballë vlerave dhe përballë kuptimeve të tyre. Andaj Allahu thotë: "Wa kam min qaryatin ahlaknaha", sa i kemi shkatruar ne. Batirat maishataha, të cilët u shfrenuan dhe të i kaluan kufit në jetën e tyre. Pastaj çka thot Allahu xhallahu ala? Lam tuskan min ba'dihim. Ata lere që nuk i gëzuan në vetë frytet e civilizimit të tyre. Ata nuk arritën as tua trashëgojnë fëmijëve të tyre. Nga s'na i shkatruan. Nuk arritën t'i bartin këto vlera, nuk arritën t'a bartin këtë kulturë, nuk arritën t'i bartin këto të arritura as tek gjenerata vijuese. Nga se ne i shkatruam. Lam tuskan min ba'dihim, nuk u populluan pas tyre. Nuk jetoi kush pas tyre ato vende. Illa qalila. Pse ka bëu Allah këtë përjashtim përveç se pak nuk kupton sa për kalimthi, turista, me shku me pa, sa për shembull çka ka bëu Allahu xhallahu ala, si shkatruar dhe nuk jetohet aty, larguan pe aty ato. Sa ka vende sot në botë, apo që vizitohen nga vizitorë të ndryshëm, kanë qenë të populluar ato vende, kanë qenë të banuar ato vendbanime. Dikush ka qenë aty, një civilizim aty është ngrit, apo dikush ka jetuar aty, por nuk jetohet më atje. Wa kunna nahnu al-warithin, dhe ne jemi ata që i trashëguam ato, në mbetën neve në dorë, nga që ishin tonat, por ne i trashëguam. Ku janë trashëgimtarët e tyre? Ku janë ata që tentuan që do të ta zgjatin civilizimin e tyre me shekuj, Allahu xhallahu ala u pamundsoi që edhe gjenerata e parë pas tyre të gëzon frytet e këtij civilizimi. Andaj në kuadër të këtij kuptimi Allahu xhallahu ala thash në Kasas 58 e ka sjell këtë kuptim o kunna nahnu al-warithin, dhe ne, thash kjo ne, dhe ardhja e warith këtu në shumës nuk nëm kupton thash shumësin e qenjeve, por nëm kupton madhërimin dhe madhësinë e Allahu xhalla xhelaluhu. Me këto në argumente që flasin se Allahu xhallahu ala ka emrin el-warith, dhe vetë ajete që i përmenëm ne hap me kuptu deri dikun se çfarë kuptimi ka ky emër në raport me Allahu xhallahu ala. Mirë po sa për përmbledhje mund të themi se emri Allahut el-Warith nën kupton se Allahu xhallahu ala është ai që mbetet dhe çdo gjë posti shkatruat. Kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Sikur sa thot Allah xhallahu ala në surën Ar-Rahman, kullu man alayha fan. Çdo gjë që ka në kosmos, në gjithësi, kudo që Allah ka krijuar, fan do të shkatruat. Është kalimtare, është e përkohshme, e ka një kufizim të caktuar jetësor, çdo gjë do të shkon, o yabqa mbetet. Prandaj dietarët kanë thënë se emri Allahut el-Warith është el-Baqi, ai që mbetet, ai që jet nuk shkon, ai mbetet
ndërsa çdo gjë posti shkatërrohet dhe shkon dhe rënohet. Gjithashtu prej kuptimeve do thotë që mund t'i përmendim në raport me emrin Allahu al-Warith, thash gjithashtu krahasi Allahu mbetet pronësia reale e gjërave, pronësia reale e asaj që dikush e ka pas, i kthehet Allahut azza wa jall. Njerëzit kanë qenë pronarë, sipërfaqësor të asaj që kanë pasur në kësaj bote. Dhe kjo pronësi e tyre nuk ka qenë reale. Nuk ka qenë pronësi reale. Krejt që ka ke sot ti në pronësinë tënde, nuk është realisht e jotja. Ti je shfrytzues i asaj sikur do ta përmendim. Andaj emri Allahut al-Warith nën kupton se pronësia reale gjithsesi do t'i kthehet Allahut azza wa jall. Ajo është edhe sot, por realisht kur të largohet dhe të shfaqet realiteti dhe të largohet perdeja, do të shë njeriu se kush ka qenë pronari real i asaj që e ka posëdon njeriu. Edhe jeta e tij, edhe fëmijët e tij, edhe pasuria e tij, çdo gjë që ka pasur në kësaj bote, Allahu është al-Warith. Tek ai kthehen të gjitha pronësitë e krijesave. Andaj sa njerëz në këtë botë kanë poseduar shumë nga autoriteti, nga fuqia, nga pushteti, nga pasuria, ku kanë mbetë ajo? Ku është pasuria e faraonit? Ku ka mbetë? Apo ku është pasuria e Nemrudit? E ku është pasuria e të tjerëve? Ku kanë shkuar ato? Të gjitha apo kanë shkuar në dorë të Allahu xhalla xhelaluhu. Ato kanë qenë atje realisht, apo por u ka dhënë shfrytëzim të përkohshëm dhe kur ata kanë shkuar dhe kur ata janë shkatëruar, Allahu xhallahu ala u ka dëshmuar se tëraja që e keni grumbulluar dhe tëraja që keni vrapuar pasaj dhe tëraja që ka bërë që të largoni nga Allahu xhallahu ala, përsi ku kthehet, përsi ndorë të Allahut azza xhallahu. Pa njeriu subhanallahu ose do ta kthen kët që Allah ja ka dhënë me dëshirë tek Allahu dhe Allahu më e shpërbly, ose do t'ja merr Allahu xhallahu ala pa dëshirën e tij e pastaj me dënuar. Cila dush, tek Allahu kanë më u kthy gjithë të gjitha, edhe jeta jote tek Allahu ka më u kthy. Edhe pasuria jote ka më u kthy tek Allahu xhallahu ala. Çdo gjë tek Allahu kthehet. Nëse e kthen me dëshirë ka Zoti xhalla xhelaluhu shpërblen. Nuk e kthen me dëshirë, mundohesh ta bësh jetën të lundron në drejtim të kundërt të Allahut azza xhall, në drejtim të kundërt të dëshirës së tij, atëre erdhat e fuqishme kanë me dërmu, kanë me të thy, nuk ke mundësi me e lundruar gjatë në kundërshtim me Allahun xhallahu ala dhe prap anija jetës tënde dhe ajo që ka pasur në të nga pasuria i kthehet Allahu xhallahu ala, ndërsa ti që ke qenë në këtë anije dënohesh për shkak se ke dashur me bërë të udhëton drejtimin e kundërt. Andaj emri el-Warith kur përmendet, gjitha këto kuptime duhet të përmbledhen në veten tonë. Andaj ai është që mbetet, ai është që trashëgon dhe ai është që e bart këtë trashëgimi të kush don. Nuk trashëgon njëri atë që don, por Allahu xhallahu ala i trashëgon kujt e don. Sa njerëz kanë qenë dietar, por dinë e tyre nuk e trashëguan bijt e tyre. E trashëguan njerëz këtej larg për tyre që kanë qenë. Sa njerëz kanë qenë të pasur, por nuk e trashëguan pasurinë e tyre kush fëmijët e tyre. E trashëgoi këtë dikush tjetër ndoshta, dikun tjetër. E kështu me radhë, prandaj Allahu është ai i cili i trashëgon gjërat dhe pasuritë dhe ai është i cili vendos se kush do të trashëgon diç pas shkuarës së ndokujt tjetër i cili ka pasur në posedim atë pasuri apo dije apo kështu me radhë. Dhe këtu janë disa kuptime që dalin për emrin e Allahu xhallahu ala el-Warith në raport me Allahun subhanahu wa taala. Në qoftë se do të tentonim të bartnim vëndëruar këto kuptime në jetën e përditshme, që këto të ndikojnë në jetën tonë, atëherë padyshim se do të dalin shumë pika të cilat mund të përfitojmë përmes tyre me lejen e Allahu xhallahu ala për jetën tonë. Njeriu në kësaj bote kalon nëpër faza të ndryshme vëndëruar. Njeriu në kësaj bote shpesh kalon nëpër stacione të ndryshme që e hutojnë, e habitin. Njeriu nuk ka mundësi ta mban vëmendjen e tij gjithmonë aty ku duhet. I duhet një ndihmtar, i duhet diçka që e përkrah, qase njeriu me lehtësi zhvendoset. Apo nuk është koncentrimi i njeriu një gjë e fuqishme tek ai. Duhet të investon. Për shembull,
Ne tash jemi këtu të fokusuar dhe të përqendruar duke ndëgjuar diçka që po na intereson, apo? Dhe gjitha shikimet janë kthyer në tim të caktuar dhe vesht janë hapur drejt zërave të caktuar, apo? Dhe kemi një lloj koncentrimi. Mirë po, një krizë jashtë apo një diçka na zhvendos shumë lehtë tek ajo që e ndëgjojmë, nga se kurreshtja na bën me ditë se çka ndodhe, kush u bë, kush hini, kush dul e kështu me radhë. Andaj shikoj sa thjesht, domthon diçka shumë e thjesht, do të thotë jo me interes për neve, edhe jo me dobi për neve, ka mundësi me na zhvendos atë. E lëre më paramendo kur zhvendosja ka të bëjë me interesin ton, me përgjigjen e epshit. Për shembull, njeriu është duke ecë ka Allahu xhalla xhelaluhu dhe në moment i shfaqet një krizë me cila është e kojshme, është e mirë për epshin, e fton. A nuk zhvendoset? Nëse zhvendoset nga krizma që nuk i përgjigjet epshit, por i përgjigjet veç kurreshës së tij, ato çfarë ta merrem për zhvendosjet të cilat janë në bashkë koordinim me epshin e njeriu e që është vendosur nga udhimi ka Allahu xhallahu ala. Ato çfarë fuqie duhet me mbat këtë një gjithmonë të drejtuar, të orientuar ka Allahu xhallahu ala që këto krizma mos të zhvendosin ka rruga e Zotit xhallahu xhelaluhu. Është vendosja më e madhe që për të njeriu në këtë botë, në ruar. Shumë tën. Ka shumë zhvendosje që zhvendoset nga dobia në dëm, nga interesin pa interes, nga shpëlimi në dënim, nga e mira në të keqe. Njëri di me bukë se zhvendosje. Është çuçi më së miri të jetë në sevap, dal në gjuna. Pa kur far nevoje. Zhvendoset. Çuçi duke shku ka e mira zhvendoset në të keqen. Për një herë. Njëri di me bukë se zhvendoset shumë, atë është i dopt. Allahu xhallahu ka dëshmuar se njeriu është i dopt. Nuk ka mundësi të përmbahet dhe të jetë i qëndrueshëm vazhdimisht si qenie, por nëse pajiset me mekanizmet e duhur, po bëhet stabil dhe i qëndrueshëm. E zhvendosja më e madhe që njeriu e preton jetën e kësaj bote është zhvendosja nga përfundimi i tij. Apo njeriu mund të habitet për shembull nga një pamje, nga një interes, nga një dobi, që mos ta detajzojmë më tepër me shembuj. Mirë po, njeriu e din saktësisht se ka me vdek. Apo? Njeriu e din saktësisht se ka me përfundu. 100%. Nuk ka njeri në këtë botë i cili ka më dyshin këtë përfundim atë. Dhe a është njeriu gjithmonë i orientuar ka ky përfundim që të mendon për të dhe ai t'ia rregullon ecën, apo është i zhvendosur? Ka thonë Hasan al-Basriu, nuk kum pa bindje, nuk di bindje, apo e cila i përngjan dyshimit më shumë se vdekja. Apo sa është bindje, mi po çaq i përngjan dyshimit, saqë s'ka diçka më të ngjashme me të. Nëse njerëzit me bindje dinë se kanë me vdek, ndërsa përballë kësaj sillen si me dyshim. Madje me hamendje. Madje nga njëri kjo bindje shndrohet në kundërbindje. Apo po thuaj se do të jetë i përjetshëm. Lakmia e tij, vrapimi i tij pas epsheve, largimi nga Allahu xhalla xhelaluhu, mos menduarit për atë që e pret në të ardhmen. Gjitha këto janë simptome, janë manifestime të këtij, të kësaj zhvendosje të madhe që e preton njeriu në jetën e tij. Emri Allahut el-Warith, nga ndikimi i tij është të na mban të koncentruar gjithmonë dhe të pazhvendosur përkundër krizmave, thirrjeve, joshjeve, përkundër të gjithave, na mban të vendosur në drejtimin e duhur ka duhet të shkojmë. Ky është një ndikim shumë i rëndësishëm. Apo nga se Allahu xhalla xhelaluhu ditën e gjykimit do të thotë limenil mulkul yawm. I kujt është sot pushteti? E kujt është sot pasuria? Apo e atij që u kon gjithmonë? E çati është, apo mirë po tashmë a ka më mdyshje? A ka më dilema ditën e gjykimit? S'ka më. E sheh njëri se nuk ka kurrë për një meshe. E sheh njëri se nuk ka kurrë fan ndikimi. E sheh njëri se nuk ka asgjë realisht në dorën e tij. Kur yawmul qiyamah. Ka thonë disa nga dietarët, këtë thirrje të Allahut dhe këtë pyetje të Allahu xhallahu ala bëre aktive ti të gjallë dhe bëre që dëgjohet gjithmonë veshën tënd. Asnjëherë mos të pushon kjo thirrje së trokiturin vesh të tu. E kujt është? Përgjigju. E Allahut.
Andaj një beduin, njëri i shketinës, s'ka qenë shumë i shkolluar, s'ka pas në një kulturë të përgjithshme të dijes e kështu me radhë, njëri i thjesht ka qenë duke e të rjekur zvarë një devin e ditë, i ka thonë, e kujtë kjo, ku e more? Ka thonë, e Allahut në dorën tëmë është. Apo, është e Allahut për dorën tëmë është. Andaj, jeta që e kje kujtë është, kjo thirrje vazhdimisht na bën që ti me gjithmonë drejtimin e dur ku më shku. Mos u habet. Prandaj Allahu është ai që mbetet, ndërsa ne jemi ata që shkojmë, ne jemi ata që përfundojmë, ne jemi ata që çdo ditë është duke vdek diçka prej neve. Ne çdo ditë jemi më afër vdekjes se sa jetës. Apo çdo ditë në jetën e kësaj bote, njeriu më tepër i afrohet vdekjes se sa që i afrohet jetës. Sikurse ka thënë Hasan al-Basri rahimullah, o ti njeri, innama anta ayyam, ti je i ndarë në ditë, ti je i ndarë në ditë. Në sa ditë je i ndarë, Allahu e din, ai të ka ndarë ty. Dikush është i ndarë në 10.000 ditë, dikush është i ndarë në 5.000 ditë, dikush është i ndarë në 15.000 ditë. Allahu e din sa i ka ndarë njerëz. Allahu alem, na nuk e dim në sa pjesë të ka ndarë Zoti. Kullama dhahaba yawmun, sarat shkon një ditë, dhahaba ba'duk, ka shku një pjesë e jote japtën. Ka shku dita djeshme vëllëndruar, zbashk me te, ka shkuar një pjesë e jetës tonë. Andaj për një ditë jemi më afër të vdekurve se sa të gjallëve. Dhe përkujtimi i vdekjes është një përkujtim që besimtarit nuk i ndahet kur nga zemra e tij. Nuk i ndahet kur nga mendja e tij. Por jo përkujtim që e dekurajon, jo përkujtim që e streson, jo përkujtim që e depresionon. Sikurse njerëzit lejalla se si pa pranë dekës pa mohat buka. Apo ani mirë me tonë bukën ka edhe deka. Mirë është. Apo por nuk duhet përkujtimi i vdekjes të jetë një përkujtim pasiv. Apo do të thotë vetëm një lloj shprehje fatkeqësisë, vetëm një lloj ankese ku për neve që kanë gjatë, do na me dek, çka kanë me bë, edhe çka pasoj kurrgjë. Nuk prodhon kurrgjë të produktivitet. Është përkujtim pasiv. Tërësisht s'ka diçka aktive. Ndërsa Abu Ali ad-Diqaq rahimahullah, një nga dietarët e mëdhej të hershëm, ka thonë ai i cili në vazhdimsi e përkujton vdekjen, thot ukrime bi thalath, nderohet me 3 gjëra. Kush vazhdimisht e përkujton vdekjen, nderohet me 3 gjëra. Allahu i jep 3 gjëra. Çfarë janë këto 3 gjëra? Ka on ta'jilu tauba, al-qana'a wan-nashatu fil ibada. Kush e përkujton vazhdimisht vdekjen dhe ka raport mirë me këtë përkujtim, din me menaxhu këtë përkujtim si duhet, atëra kjo i sill atij 3 përfitime të mëdha në jetën e kësaj bote. Sa dhe ato? E para ka thënë e shpejton tauban. Vdekja është ajo cila e lëviz motorin e taubës shumë shpejt apo. Apo njeriu më i thon, çdo kush për neve i din tmetet e veta. Çdo kush për neve i din padrejësitë e veta. Çdo kush për neve i din shkelët e veta. Çdo kush për neve. Apo Allahu thot balil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'adhira. Njeri është suqil përballë të metave. Ai din shumë mirë, edhe pse tenton të shprehet ndryshe, tenton të arsyetohet, edhe pse tenton edhe vetën e tij me rrejt, e din ai shumë mirë. A e ka mirë, a e ka keq. E din ai shumë mirë për çka e ka. Basira, është suqil, e din ai fort mirë. Mirë po, njeriu në mungesë të përkujtimit kvalitativ, po thon. Nëse ka përkujtim jo kvalitativ të vdekjes. Jo na po kërkojmë përkujtim kualitativ të vdekjes, i cili sjell këto produkte të dobishme. Përkujtimi kualitativ i vdekjes lëndruar e përshpejton tauban. Apo i largon të gjitha këto kamuflime që ja bëjmë vetes tona. Këto mashtrime që jetojmë në mashtrim, na edhe veten tonë e rrajmë. Apo ne kanë një mund ka të ball. Prandaj njeriu nëse nalt dhe mendon, për shembull thon, kimë vdek mas një ore. Ama 100%. Kimë vdek mas një ore. Ai bëhet më e qartë në punë se që ka pas. Shumë gjëra i qartëson. I qartëson shumë gjëra. I qartësohet kjo, i qartësohet ai, bëhet kjo apo se s'ka më kohë për lojë. S'ka më kohë për mashtrim, s'ka më kohë për eksperimente, të provoj, të këshyri, mos po dalë albet mirë kështu.
Apo, gjitha këto rënon, gjitha këto bin. Pse? Pse e din se po troket vdekja, s'ka pasoj mazgjë. Apo, para me për shembull vëllai, ka njerëz me konflikt. Dy familje, mbrana familjes, ka ndonjë mospatimi të caktuar, apo edhe duku për shembull, duku parlata, duku shtymë me fjalë, ja unë jo te janë aton telefoni. Apo edhe ç'a ndodh? Marrin lajmin se ka vdek një i afërm. Vaje që i afërm. Vdekja me herë, thot atë çka? Allah na vasort, mëra jote është. Apo pse deri para këtij momenti, do të ka normos po halal të kohë, fal të kohë, të kemë me dekë Allah. Apo shikoj vdekja si ja qartson i iman me marr çndrim, i iman me te ka i iman diçka me bë. Para mëne ky vdekja e dikujt qysh na ndihmon që të përshpejtojmë përmirësimin dhe pajtimin. E çfarë të mëna kur bëhet fjalë për vdekjen tonë, ti ki me dek. Ti mas një ore ki me vdek. E ti çka ki me bëti? A ki me lakmu kët? A ki me bë kët? A ki me mbet me qëta? Ta'jilu tauba. Apo e përshpejton në mas të madhe tauben. Dhe sa më kualitativ është për kujtimi i vdekjes, aq më i shpejtë është pendimi. Se ky është motori i cili lëviz tauben. Dorso njerëzit sot shumica njerëzve, shumica dërmuese e njerëzve jetojnë në teswif, dota. E kam dërmen, inshallah. Sa adhurime i ki tek sektori i dota shumë. Shumë i ki te dota. Do ta bëj, do ta përmirësoj, inshallah. Ki shumë gjë te ky sektor. Kanë me të deponuara që kod gat, po presin mu bart pejmati. Po motori i bartjes i lodh. Apo e motori i përkujtimit të vdekjes i përshpejton, sa shpejt i gjun këtë dota, i gjun kësaj dhe ku po e bëj me herë. Por kur motori është i lodh dota, normal dallon ti me baj diçka me një motor të lodh që duhet bëj kia 10 orë deri në Prishtinë me çuni mall, edhe me koni ka rifuqishëm apo çeli, por gjysë orë rruga me kon çel çana tjetër. Që rruga është e rrugë, e njëjtë rrugë është. Apo e njëjtë rrugë është. Që ato kilometra, as nuk zgatën për dikën, as nuk shkurtojnë për dikën. Njëjtë. Por dikush shumë shpejt pigra, po mrin, dikush i më tunis halos kamri. Pse? Motori i liksht. Si bën më shpejt apo? E lën me disudha. Andaj vdekja është ajo që e rregullon këtë motor. Të përshpejton të pendosh, të përshpejton të përmirësohesh, i rënon shumë dota, i qartëson shumë mjegullina, shumë keq kuptime, i bën të qarta kur e din se kimi dal Allahut përpara, e ti e din atë çka i thosh atë. Andaj kush e përkujton vdekjen, e Eluari thash, na mund vendosur, s'la më vendos. Apo andaj Eluari të çet në binart e përkujtimit. E binart e përkujtimit ti sjellin këtë dobi apo. E para ta'jilu tauba, përshpejtimi i taubas. E dyta ka thon el qanaatu fil ma'isha. Të kënaqesh me ato që Allahu ta ka dhënë. Me thy lakmin. Ka thonë njëri për djetarët selefit, unë i di 3 perde që po më pengojnë me e pa dritën e bindjes. Apo, kam bet në errësirën e dyshimit, hala, janë 3 perde, s'po moj me e pa hala bindjen. Sa ajo është nur, jekini është nur, bindja është dritë, apo, që me te shfaqen shumë gjëra. Mirë, po janë 3 perde që më pengojnë me i pa në ato. Ka në qa po të pengojnë me pa? Ka thonë, el farahu bil mawjud wal huznu ala al mafqud apo wa sururu bil madh. Kan këto 3 gjëra po më pengojnë mu shumë me e pa këtë nur. Pse është ajo? Kanë para shumë gëzona me ato që e kam. E kanë çka gale, po jep me kullu se e lakmoj. Apo të gëzimi i tepërt me këto që e ki, ani alhamdulillah njëri është gëzohet diçka, po jo gëzim apo i cili ka përfshirë tërë qenin e tij apo me mujtë edhe me vesh e kish këshyr, edhe me guhe, jo veç me sy, nuk i dërrit me sy me pa një meti që ka, me mujtë me krejt qenë e kish këshyr, apo, bol, tu e përmen, tu e sigl, tu e këshyr, veç muhabet tu e mua ato, qaq është gëzu për një sen që e ka, sa që krejt muhabeti, krejt disponimi, krejt knatësia, krejt lumëturia, janë përmbledh në qëto që e kaptë.
ke me kuptu se e pas ke lakmu fort të burë, ke kërkon fort zërë për këtë punë. Ose mos me konë, ke pa njëri, e ka diqka, atë kërja, është, alhamdulillah, po mirë është alhamdulillah, po ka përcena mirë. Ama njëri së ka përcen, ka i muhabetin e silë të qaj punë, muhabetin që aty. Ke i bjen që fort në zërë ke konë për të. Fort në zërë. Apo e kjo është e lakmis. Lakmia të pengon nga drita e jekinit. Ka ullë huznu alel me fkud, edhe per djetëtër që më pengon me pa mua ato dritën e bindis është dëshprimi i madhë në ato që ka se kam. Apo, fort, me bo mos me realizu ato që kam, unë e du me bo, fort më rritë, tani kurzi mu, asë më bot mua bet, asë më rrihet, apo, ma dje, Allah në ruajt, nga dëshprimi i madhë i asaj që e kam përjetu, për diçka që nuk e kam arrit, nuk nik në si asë në dhurim mu, asë në mazës në falet, apo, ka njerës që e ka vërshu dëshprimi, për atë që e ka humb të gjitha kuptimet e jetës. Apo, e kjo është shaj e lidhjes së ti me te, pas me Allah në Gjallahu Ala. E si të lidhësh dikun, jo me Allah në Gjallahu Ala, jetë në terë Allah, se shedritën. Edhe e treta ka thonë, aja që po më pengon me po jekinin në shka, knatësia me livdimin, apo, se si të knaqër kur të livdoj njerëzit, apo, atëre, bindja kush je, së s'ka kuptim mu, jo mëse, me konë njerëzit musë, andaj të pengon lavdata e njerëzve nga bindja për ta njohur vetveten. Për këtë arsye ka thonë Abu Ali ad-Diqaq, knatësia ma që e kam. Sa më ka pa Allah xhallahu ala autoritet, sa më ka pa Allah pasuri, sa më ka pa Allah gjithçka, unë jam i pajtuar me këtë. Unë jam i kënaqur me këtë. Apo nga se vallahi çdo njeri thash përsi po e kthim tek pyetja e parë. Apo çdo njeri i cili lakmon për me marrë dunja shumë. Na kemi thonë kjo është e qartë, apo a duhet me konë muslimani i pasur, a nuk duhet me konë i pasur, kjo është teme kryme, kjo e ne edhim, apo muslimani veç një problem me ka me pasunin. Tjetë kanë shumë probleme, na veç një e kim. Një problem me kena me pasunin. Qatë probleme të i kalan, tani mund nuk ka cifra mu. Apo, bashkë një pas cifra. Sa problem të imo, so numra silën në llogarinë tënde. Ama veç një problem e kia. Ai problem është pyetja pse. Kur të pyet Allah xhallahu ala, pse u robi jam? Çat vyke, duhet me ditë me i kallëzua atina. Apo, në qoftë se për shembull dikur o Zot, ton kjo në son halli, apo mas 20 vjetë më smut mia, po e mas 20 vjetë ku jam unë? A shkoj në diku na ku jam unë mas 20 vjetë? Veç pse? Pse? Në qoftë se është për të ndihmu islamit, jetimeve, vëbëgtve, fukarave, nëse është për qenë në atë kategorinë që muslimani i fuqishëm është më i dobishëm dhe më i dashur tek Allahu sa i dobti, e këtu përfshihet edhe aspekti material, i cili ndihmon këtë din, është më i dashur tek Allahu xhallahu ala, nëse pseja jote është e përgjigjur me këtë sepse, atëherë nuk ka më cifra. Me po nëse kjo pse është e mjegulluar s'diva dhe apo kënaqem ato që ka ki, apo dhe adhuroj Allahun xhallahu ala. Nuk ja vlen se njeriu për me kërku pasuri, për me punu, nuk mundet me qenë i përkushtuar në adhurimet e caktuara sa ai don vet. Apo andodh nga njëre për shkak të punës, për shkak të biznesit, takimit me palë, udhëtimeve të shumta, andodh që ndoshta me shku kohë e caktuar dhe njeriu nuk i fal sunetet që duhet. Ndodh mos me lezu Kur'an sa duhet. Ndodh mos me kon i përkushtuar në ligjërata sa duhet. Ndodh se s'ka vat, normal është kjo punë. Apo me çka e arsyeton tek Allahu xhallahu ala, veç grumbullimi nuk është arsyetim apo. Veç me mbledh, s'është arsyetim. Aja pse është arsyetim? Po ti ke mbledh atje, po ti ke mbledh këtu. Ato që ke mbledh ti, s'do të thonë që është më mirë se që ke mbledh unë. Apo se tani e mati me dobin që sillim këtë dini, tani e shohim. Kjo e ka tani një kuptim tjetër. Kjo pastaj ka një kuptim tjetër. Mirë, pa kët Allahu thot elhakum, ju shkatron me veç me mbledh takathur.
elhakumut takathur, ke elhakum, shikoj e ka sjellë Allah xhallahu ala, do të në një formë duke treguar se marut, ju shkatroj, o robët e mi, jeni lodh shumë të mbledh, të mbledh, për çfarë po mbledh? Hatta zurtumul maqabir. Shikoj s'ka thënë Allah xhallahu ala, keni lodh të mbledh derisa të shtriheni me vdek. Jo, derisa t'ju qet në tokë. Subhanallahu, njëri lakmon pasuninë dhe me grumbullu derisa dheu t'i bjen gojë. Kur t'i bjen dheu gojës, është që s'ka më afër. Çatëre dheu i ftoft është ai i cili i aftof njëri të lakmin Allah na ruajtë. Andaj nuk ka mirë më ftof kur bjen poshtë. Nuk ka mirë se tani më merr fund më apo, s'ka kurrë. E po qysh më apo se shumë do gjysh para kena marak. Apo e ka thonë për kujtej e vdekën. Vdekja el kana. Nga se në qofë se ka kana, ka knatësi njëri ma ato që ka, kjo nuk është veç pozitive në këtë drejtim, po kjo sjellë dhe nëruar pozitive të shumë të në sfera tjera, në cilat? Ai që është i kënaqur me ato që ka, a ka zili? A ka hasad? S'ka hasad ai. Apo, për çka me pas hasad? Për çka? Për diçka që Allahu xhallahu ala ka jap, ato që Allah ja ka jap këtij o ndëruar. A ka marr piti me adon këtina? Ta ka marr ty, e ka unë këty. Ta është pa ginatur, se ma marr mu. Apo, as ta ka marr ty, as ta ka nal ty. Ja ka pi asaj që aje ka veç. Pastaj, në qoftë se kish dhon këti, që në qoftë se ja merr këti, që ky s'e ka këtë begati, ty s'po të pëlqen me pas këtë begati, pi ja merr Allah azh. A nuk kupton kur t'ja merr ti ta jap ty? Jo. A tani jetë edhe ky edhe ti, po ato dikush tjetër e merr apo. Për çka më pas asaj? Kënaqem me çka ka caktuar Allahu xhallahu ala. Ana sigurisht e ka në hadith në Buhari's ku ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam warda bima qasama Allahu lak takun aghna an-nas. Kënaqem me ato që Allahu ta ka ndar, do të jesh njeriu më i pasur. Kënaqo, njeri më i pasur është jo ai i cili ka shumë, por ai i cili është i kënaqur me ato që Allah ka. Çfarë është më i pasur? Nga se pasuria është pasuria e shpirtit dhe zemrës, jo pasuria e posedimit. Për këtë arsye dietari i njohur rahmetullah alayhi që ka vdekur Sheikh Qiti i vjetri, apo ai ka qenë me vërtet një shembull konkret i të kënaqur me që Allah e ka caktuar. Andaj ai ka ardhur për vendeve, do të thotë nga Mauritania e varfër, ai sot është e varfër, para të shkon para 100 vjet atë. Apo ai sot është e varfër. Kur ka në Arabinë Saudite, ka ardhur në atë kohë kur ka qenë zhvillim, edhe më tepër se që është sot, edhe ka pas vlera, edhe monedha dhe çdo gjë, dhe ka pas pasurinë. Se Ibn Bazi rahimullah ka dashur këtë njeri me enal, mos më lënë më kthy më atje, se ka qenë me vërtet një thesar i pasbulum i këtij umeti. Ane ka dashur me elon me dhon dasht haram, që këtë musliman e dunjas me përfitu për ti. Ka dashur me enal me dhon mësim në shkollat Universitetit Islame në Arabinë Saudite. Mos më kthy ton kjo dije më kthy përsëri atje që normalisht është i kufizuar në dhënien dhe përfitimin nga ai. Normalisht s'ka ka qenë histori pak më e gjatë çka ka ndodhur Ibn Baz rahimullah, mirë po e ka ndal. Kur ka ardhur, tash normalisht ka përfunduar me marr rruga, ka qenë tonat kanë qenë edhe sot janë për arsimtar, profesorat investohet në dije me të madhe në Arabinë Saudite. Ka filluar me pas edhe një vendbanim bajegi komat rahat, shumë gjëra që për të kanë qenë luksit, krahasim me ku ka qenë atje. Edhe i kanë thënë mas një kohë, e kanë pyet, i kanë thënë, ajo dija që ke ardhur me te pivenit tën, apo a ka qenë pasuria më e madhe që e ke pas, që s'ke pas tjetër shka, apo ka pas diçka tjetër? Ka thonë pasuria më e madhe që me te e marr nga jo nuk është dija, nga i vend. Pasuria më e madhe që ka marr për atij vendi është kënaqësia me ato që kom pas gjithmonë. Çaj ju met. Këtë s'ma ka ndryshuar as ardhi as shkurja. Andaj ai që kujton dekën, gjithmonë është i kënaqur. Alhamdulillah. Si mënon këtë punë tani? As se njëri që është i kënaqur me autoritet që Allah ka, as mënon për këtë punë. S'ka hasad, s'ka lakmi, s'ka fërkime, s'ka shtymje, s'ka në pasuni. A lakmon haramin? Jo. A lakmon numrin, cifrën? Jo. A garan me tjerë në tulla? Jo.
Asa ajo është i kënaqur. Edhe në qoftë se garan, ai e dim pse. Çka më thënë, ai e dim pse. Ai tjetri vallahi nuk e dim pse. Mos e bëj sikur sa sa njerëz punojnë, ata angazhohen dhe fitojnë. Me bo me vet, e pse ton kjo burr? Mos të bëhet sepse je ti sikurse sepse je jote Allah, se s'bën. Nga se ti ai që kujton dekën, ai se kujton kurr. Andaj duhet më pas edhe tani ndikim të kundërt, jo të njëjë sikurse e kujtove se kujton me kur e njëjtë apo. Dhe ka thonë Ebu Ali Dikak, dobia dhe nderimi i tre që fiton njeriu i cili e kujton vdekjen, ama për kujtim kualitativ, ka thonë an-nashatu fil ibada. Jap një farë aktiviteti, jap një farë disponibil për adhurime që nuk e ka pas para se me aktivizu për kujtim për vdekjen apo. Dhe kjo është shumë e qartë, dihet. Apo dallon për shembull dhikri që e bën njeri 10 minuta para se me dek, edhe dhikri që e bën njeri shnash lirë, kujton që edhe një 10 vjet që shtu e quajmë në sa dush. Apo dallon shumë, më vëmë ton që kjo është namazi i fundit. S'ka më sejdë. Nuk ka më adhurim, s'ka më, është namazi i fundit i joti. A fal një sikurse namazin kur e ke ditë që kimi falë edhe një javë ditë? Jo, valla dallon shumë. Me vëmë ton kimi vdek në sabah. A të bëhet problem namazi natës? Jo, valla. Ngihesh me pak gjumë, del gjumi pas sahat, apo çdo gjysat e bile quhesh, apo se normal, sabah veç e këshyr u afru. Jep kuptim adhurimit caktuar, kur qosh nuk lodhesh, rrin kom, po ke rrin ka Allah e mëson rrin kom, nuk lodhet. Pse? Nga se përkujtimi i vdekjes. Ana dash përkujtimi i vdekjes nuk është veç në kuptim për përkujtim. Jo, është ballavaçim me realitet. A është e mundshme me dek mas një ore? Po vallahi shumë. A është e mundshme? Ai të bën aktiv me punu punëtarit. Me punu punëtarit. Dje ka marrë një lajm për një musliman, për një mik, një musliman i cili me vërtet ka dhënë një shembull të madh në kontributin e tij për të ndihmuar muslimanëve. Rrallë ka vend në botë ku ka musliman e që ky njeri nuk ka shku mu interesu për gjetën e tyre dhe çka ju duhet aty në. Dje ka qenë, pardje ka qenë me një vend, me një vend, vazhdimisht, duke u interesuar për projekte muslimane për punët e tyre. Sa që i ka rajise edhe disa herë me konë edhe në Kosovë, të interesuar për punët e muslimane për projekte të tyre, që të rrin gati për krah, dhe ka shku në një udhëtim në një vend në Somali, që të interesohet për projektit e davet dhe thirrjes muslimanëve, dhe dje më rëllami që atje e krizon vdekja. Paramenoj ka vdek në rrugt të Allahut Azza wa Jall, ka vdek duke u interesu për punët e muslimanëve. Andaj, me të vërtet, tash ndoshta njëri mund me kuptu se prej ka tonë e energji, prej ka tonë ky vullnet, veç për kujtimi vdekjes. Ka me dek, të ngajt bëj sa ma shumë Allah, të ngajt lodi që ka mas veti, të vrapaj e sa ma te për njerë të gëzaj, sa ma te për jetima të gëzaj, sa ma te për gratë të veja të a kthej gëzimin përsëri, sa ma te për, sa ma shumë. Kush t'jep këtë ambicie, kush t'jep këtë vullnet, mos më nalë kur, mos më knaq me atë që ka e të dhonë, edhe duhet të shumë fish. Këna me dekulla, këna me shku, s'ki me bo më kur gjë. Qka ki me më asone mo? Qka? S'ka mo, s'ki mundësi mo. Është e kufizume. Edhe vallaj po të ishte e kufizume me marveshje, do duhet të ishte ma aktiv apëtën. Apo, për shembull, vjen njëri në këtë botë edhe bën marrëveshje me Allahun Azza wa Jall. Ja Rab, sa ka më lënë këtë botë, Allah robi jam 60 vjet i ki apëtën. 60 vjet i ki. Tash ti, vallaj me kon me marrëveshje, e çdo u afro çora 1 minutë tina, e çdo me kon më aktiv. E çfarë të mëna që është pa marrëveshje, kur don të ka? Kur don të anol punën? Kur don ai? S'ka marrëveshje punë. Të si marrësh me Allahun xhallahu ala kontrata punë 1 vjeçare, 2 vjeçare, 30 vjeçare, s'ka kësi kontrata punë. Kontrata e punës është puna të shpërblej. Ti kur me punu tash, të diuna me kryk punën që tash, me lëmo puna se mund në çdo moment me marr lejen e daljes për këtu. A të bën kjo më aktiv, më ambicioz? A bën kjo më Allah i shumë? Ai që kujton që duhet, për kujtim kualitativ të vdekjes e bën më qenë më aktiv.
Ndaj ky njeri, sikur që ka në një hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e që Sheikh Albani thotë se hadithi është hasan, apo se e ka lajmëruar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam pa njëri që ka vdek larg Medinës. Edhe ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i lumi ai që vdes larg vendit ku ka lind. I kanë thonë pse ja Rasulullah, ka thonë se nëse ka qenë hajër prej vendit ku ka lind, apo e deri te vendi ku ka zënë vdekja, me lajket e masin hapësirën që Allah t'ia ngrit me to drejtë në xhenet atë. Andaj njëri më vdek 1 kilometër larg vendit vet, para sort, e para ky ka qenë i Kuvajtit, e ka vdekur në Somali, sa mijëra kilometra atje, ka mujt mu kthy, ai ka pas mu kthy të nesërmen, edhe me vdek te shtëpia e tij. Po Allah e ka përzgjedh inshallah që të vdes diku larg, edhe ato ti bëhet dëshmitare se ai ka shkel për me bëu hajër musliman vetë. Andaj në ndëruar, kjo është jetë, nuk është kjo bigjoz, nuk është kjo kuck, të shtyjmë, atë të provojmë eksperimente. Është jetë, pasuri, kapitale që në dorën tënde. Shfrytëzoje sot ki mundësi, bë hajër sot mundesh, sillu ka të mundesh, ndihmoje të tjerë sot ki mundësi, ngase nuk dihet kur kimë shku piktujt, mbyllet fletoria, kimë lyp mu kthy dhe për dyre qatë s'ka më pas mundësi më hapta. E kush na vëdison kështu, kush na mon kështu? El-Warith. Ai sartë ku El-Warith, ai që ati jesin. Çai bën kjo? Musum jesin. Unë jam të shkuar, po. E nëse jam të shkuar, çka do të më kujtuone? Po çfarë shkumen? E nëse kujtoj çka bëhet, çto të ria bëhen ato. Shikoj që shumë të lidhura këto gjëra mes vete. Kjo është një përfitim i rëndësishëm që na del nga emri Allah xhallahu ala El-Warith, edhe kuptimet e tjera që do të vazhdojmë inshallah të përmend në pjesën e dytë të kësaj legjërate. Me kaq po i do fund kësaj pjese. Wa sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi sallam taslima katira.